Pikë të tokë ka datat që nuk maten me numra, por me gjak, kujtesë dhe krenari. 28 nëntori është një nga ato momente ku një komb u ngrit nga shekujt e robërisë dhe shpalli botërisht se Shqipëria është e lirë, e pavarur dhe e panështruar. Në Vlorë u ngjit flamuri kuqezi, si shenjë gjuhës son, e besës son dhe e zemrës që nuk është thyer kurrë. Pavarësia nuk që dhurat, ishte një ëndër e lodhur, sakrifice gjatë, amanet i mbajtur me pushk në dorë dhe me shpresë në zemër. Ne jemi bite atyre që nuk u dorëzuan. Prandaj kemi detyrë ta nderojmë këtë flamur, jo vetëm me fest, por me punë, me dinjitet dhe me bashkim. 28 nëntori është kujtesë e rrengëve tona, por edhe ftesë për të bërë më të fortë, më të drejtë, më të denjë. Shqiponja në flamur nuk është vetëm simbol, është një sfidë që kërkon që çdo brez të ngrihet po aq lart sa krahët e saj. Prandaj të dashur miq, ju uroj gëzuar 28 nëntorin. Rrof flamuri kuqezi, rrof Shqipëria.